Vuani nga lythat, kjo receti zhduk sa hapen bëllësyt. Lythat janë në rritje beninje të lëkurës dhe mund të jenë në madhësi të ndryshme. Në shumicën e rasteve ato kanë të njëjtën ngjyrë si lëkura, por ndonjëherë mund të marrin një pigment të lehtë dhe mund të shfaqen kudo. Më shpesh ato shfaqen në qafë, sqetull, në ngjinj, çepalla, bark, kurrizë dhe të tjerë. Me kalimin e moshës, lythat mund të rriten në madhësi. Një mënyrë alternative për të hequr lythat është uthulla e mollës. Fillimisht ju duhet të lani zonën me lytha me një sapun të butë. Merrni një copë pambuku dhe thithni uthull molle. Vendoseni mbi lytha dhe lëreni të veprojë për 15 minuta. Më pas, kjo procedurë duhet të përsëritet 3 herë në ditë për një javë. Me kalimin e këtyre ditëve, lythat do të erësohen dhe do të formojnë kore. Më pas, ato do të zhduken tërësisht. Mos përdorni uthull molle në rast kur keni probleme me lëkurën ose lythat janë me infeksion.